Përshëndetje, unë jam Yusuf Demirxhiu, ekspert i Qendrës AB. Qendra AB është një portal digital i cili ka marrë si mision kryesor shërbimin ndaj fermerit me këshilla, siç jemi sot këtu për të trajtuar në fshatin Vllashaj të njësisë administrative Maminas për të trajtuar teknologjinë e kultivimit të barbunjës. Qendra AB përbëhet nga disa ekspertë të mirë në fushën e tyre, me goxha përvojë, në fushën e kultivimit të perinëve të serave, në fushën e kultivimit të drufrutorëve, të udhishtave, të vreshtave, të pemtorëve, edhe të lektorisë. Dhe misioni i saj kryesor është shërbimi i shpejt, falas për fermerin, publikimi në mënyrë modeste. Dhe qëllimi pra rritjen e prodhimit të fermerit, rritjen e të ardhurat të fermerit. Ka rubrikën pyet ekspertin, shërbim shumë efektiv, ushtron pra Qendra AB, ku fermeri, duke kryer punë të përditshme në fermën e tij, konstaton një problematik, e adreson menjëherë tek Qendra AB dhe Qendra AB duke e adresuar tek eksperti i fushës, brenda 24 orëve, pra në kohë shumë shpejt i jepet rekomandimi i duhur fermerit në mënyrë që të marrë masa për përmirësimin e situatës dhe për kryerjen e shërbimit. Pra siç thash në fillim, sot këtu jemi për të demonstruar kultivimin e barbunjës në fushë të hapur. Së pari unë duhet të them që është një nga perimet ndër më të rëndësishme. Në vendin tonë ka ardhur duke u rritur sipërfaqja e mbjellë me barbunjën. Në Evropë ka ardhur pas zbulimit të Amerikës, sepse me fillimin e lëvizjeve pra u fut në Evropë, domethënë pikërisht me zbulimin e Amerikës. Dhe ka ardhur sipërfaqja duke u shtuar nga viti në vit. Kjo fshuhet për vlerat të shkëlqyera ushqimore, shërben shumë pra në tryezat e përditshme, ka një avantazh shumë të madh si perime se mbillet në 2 sezone, pra mbillet edhe në fillim pranverës, por mbillet edhe në korrik gusht, duke marrë prodhimin e dytë gjatë vjeshtës. Ka një specifik tjetër, duke qenë që mund të ruhet edhe ngrirë, por e ruitur në temperatura 3 deri në 5 gradë Celsius dhe me lagështirë, kurse lagështirë 95%, kjo mund të ruhet edhe 8 deri në 10 ditë, kurse në ngrirje ruhet dhe për 6 muaj. Kështu që krijon mundësinë e pasjes në tryeza në mënyrë të vijueshme. Në rastin konkret po bëjmë prashitjen e barbunjës me shat. Mund kryhet dhe me kultivator, por në këtë rast duke qenë që nuk kemi sipërfaqe shumë të madhe, kryhet me shat duke synuar përveç shkryqëzimit të sipërfaqes, edhe largimin përfundimtar të barave të këqija, të cilat jo vetëm që mund të marrin në kurriz të bimës barbunjës marrin ushqimin, por ndërkohë janë dhe bartës të shumë sëmundjeve apo dëmtuesve që mund të dëmtojnë kulturën e mbikëqyrjes. Çfarë tokash kërkon barbunja? Kërkon toka argjilo-lymore. Kjo nuk është se nuk mbillet dhe në tokat ranore, por këta janë më të përshtatshme. Tokat argjilo-lymore. Kërkon një përgatitje të mirë të tokës për të krijuar një shtrat të mirë mbjellje dhe mbjellja bëhet me rreshta në distanca 45 deri në 60 cm larg njëri me tjetrin dhe brenda rreshtit, domethënë kryesisht në formë zinxhiri, gjatë kohës së mbjelljes duhet kemi parasysh që të krijojmë mundësi mbirje të shpejtë dhe mundësia është ose duhet të prishim korren që mund ta realizojmë me një capitje të lehtë ose me krëhra, por mund të përdorë dhe metoda e ujitjes me sira të pakta ujë dhe të shpeshta derisa të mbilë, duke pas qenë mbjell fara 3 deri në 5 cm thellë. Në fill pas mbirjes së mirë, konstatohet mirë rreshti. Masat e para që duhet marrë fermeri është plotësimi i boshllëqeve, por edhe rrallimi diku ku është shumë dendur. Janë të dyja shumë të rëndësishme në mënyrë që të krijohet një uniformitet dhe freski dhe ajrosja sa më mirë e bimëve brenda rreshtit. Duke qenë që kjo është në fakt bimë azotofiksuese, unë bisedova me fermerin dhe si kulturë perimore kërkon teën organik përpara mbjelljes, pra në kohën e përgatitjes së tokës për mbjellje, mund të përdoret edhe pleu fosfatik dhe potasik dhe rreth 1/3 e pleut azotik. Ai më tha që ka disa vite që nuk e ka aplikuar prashitjen, pra siç jemi duke kryer sot, prashitjen me një dorë nitrati apo ureje,
Por realisht edhe rekomandohet nëse do kishim ngjyrë të zverdhur për t'i dhënë më shumë domethënë shëndet bimës mund të përdorësh. Nuk mund të themi domethënë që duhet ta eliminojmë fare, preferohet që edhe mund të përdoret një dorë nitrati. Kujdes tjetër shumë i rëndësishëm është mbajtja e lagështirës normale në kapacitetin 60-70% të ujëmbajtjes. Kjo realizohet me ujitje, të cilat kryhen domethënë sipas nevojës, duke parë gjendjen e vlagës pra të lagështirës të tokë. Një shërbim shumë i rëndësishëm me gjithë se si kulturë, barbunja faktikisht nuk preket shumë nga smundjet e dëmtues. Por natyrisht edhe nuk përjashtohet. Dhe smundja kryesore që mund ta dëmtoj është antraknoza. Është një smundje kërpullore e cila shoqërohet me shfaqjen e njollave të zeza rrumullake në gjethe nga periferia në qendër dhe mund të shkaktojë dëme të thella dhe të theksuara, duke kompromentuar prodhimin. Prandaj në këtë rast nëse do ishte konstatuar dhe me pragun kritik, më e mira është mbrojtja me lëngun bordores, e cila e izolon dhe e lufton më së miri. Një tjetër smundje të mpruese është edhe bakterioza, e cila më shumë duhet të ketë në konsiderat zbatimi i praktikave të mira bujqësore, qarkullimi bujqësor, mos mbjelljen e kësaj kulture 3-4 vjet me radhë pas vetes apo pas disa kulturave të familjes bishtajore, e cila bëhet mbartës për transmetimin e bakterieve. Pra, qarkullimi bujqësor është arma dhe metoda më e mirë e luftimit të saj. E barbunjës, njëherë duhet të theksoj faktin që barbunjën e kemi në formë që është ploçak verdh ose ploçak gjelbër dhe forma e saj mund të jetë petashuqe ose cilindrike. Në rastin konkret tu jemi me një barbunjë të tipit shkurtër, pasi mund kemi dhe barbunja të gjata, të cilat kanë nevojë dhe për sistem mbështetës. Në rastin konkret nuk ka nevojë për sistem mbështetës, jemi në barbunjën pra të shkurtër, e cila mund të mbillet ose me makinë mbjellëse ose edhe me dorë kur kemi sipërfaqe të vogla. Sigura më mirë dhe më optimalet janë temperaturat 15 deri 20 gradë Celsius. Ndërsa nën 15 dhe mbi 20 natyrisht nuk ndikojnë pozitivisht dhe prandaj ka dy periudha mbjellje kjo. Tham herët në pranverë dhe në zonën e ulësirës perëndimore, siç jemi këtu. Pra mbjelljet bëhen nga marsi, fund marsi dhe fillim prilli dhe pastaj në dorën e dytë, që mund ta mbjellin pra si kulturë të dytë që prodhimet merren në vjesht me korrik gusht. Ndërsa në zonat e ftohta mbjellet rreth një muaj më vonë me zonën e ulët të ulësirës perëndimore bregdetare. Unë duke theksuar edhe një herë vetit e shkëlqyera ushqimore dhe ushqyese të kësaj kulture perëndimore. Përbërjen e saj me vitamin A, C dhe K, shumë të domosdoshme për shëndetin e njeriu, ka antioksidant, të cilat janë përgjegjëse për luftimin e qelizave të qija. E rekomandoj si një kulturë e cila përveç të tjerave është dhe shumë fitimpruese. Pra merret prodhimi për një periudhë të shkurtër, ta jep prodhimin dhe me çmim goxha të mirë në treg. Kështu që i bëj thirrje fermerëve shqiptar, qoftë ulësirës perëndimore, por që nuk përjashtohet mundësia që mbjellet shumë mirë dhe shkon edhe në zonat veri-lindore dhe jug-lindore, si Korça, Pogradeci apo dhe Dibra, ta mbjellin këtë kulturë, ta kenë konsiderat sepse jep prodhime në kohë të shkurtra dhe me të ardhurat të pëlqyeshme. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe sukses në fermerë.